Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit që keni ardhur sot në një ditë që në fakt për ne që jemi të gjithë ne që jemi të ulur këtu është një ditë e bukur, po besoj edhe për gjithë juve që keni ardhur sot me këtë vap që është në Tiranë, është një ditë e bukur. Bukur sepse ne prej shumë vitesh edhe bashk kemi folur gjëre gjatë për dëshirën dhe nevojën që ne kemi për të rritur të ardhurat e pensionistëve, për vullnetin ton që gjithë komponentët, gjithë rritja ekonomike të ketë një rishpërndarje, që të gjithë të ardhurat shtesë që vinë nga zhvillimi ekonomik, nga turizmi, nga ndërtimi, nga industria, nga bujësia, nga gjithë sektorët ekonomisë që në fakt vitet e fundit kanë ardhur në rritje, të rishpërndahen dhe mos ngelen vetëm shifra statistikore, ku ne pa diskutim i nxjerrim, i deklarojmë, i argumentojmë, por të ketë një impakt në jetën tuaj të përditshëm. Në vitet e fundit, unë nuk dua të flas për gjithë transformimin që ekonomia shqiptare ka pësuar që nga viti 2013, po do marr 5 vjeçarin e fundit, që prej pandemisë, që kur çdo gjë u fik dhe u rindes nga e para, ekonomia shqiptare ka pasur një performancë shumë pozitive. Ne jemi rritur me një normë rritëse 4%, të ardhurat e qeverisë janë rritur me rreth 50%, qarkullimi bizneseve është rritur me 8 miliard euro dhe pagat, që ishte reforma e parë që neve bëm kur pam ecurinë e ekonomisë, janë rritur me më shumë se sa 50%. Edhe paga minimale është rritur me 50%, ishte 26.000 lek në vitin 2020, sot është 50.000 lek. Edhe paga mesatare në vend është rritur me 62%. Edhe paga mesatare në sektorin shtetëror është rritur me 68%. Janë shifra që pa diskutim prekin të ardhurat e shumë familjeve shqiptare që jetojnë me pagat. Po ndërkohë, pensionet ishin diçka që ne që kur rritën pagat deklaruam që do të përqendrohemi tani me pensionet. Dhe në fakt që kur kemi marrë mandatin janë rreth 70 miliard lek që kanë shkuar për bonus e pensionesh. Ne nuk ishim mundësi më parë që të bënim rritje domethënëse të pensioneve, rritje në të ardhurat mujore të pensioneve, por kemi zgjedhur që në kryet herës, në radhë të parë të bëjmë indeksimin e pensioneve, pra çdo vit neve bëjmë indeksimin e pensioneve me qëllim që të ardhurat dhe fuqia blerëse e pensionistëve të mos ndikohet nga rritja e çmimeve, por gjithashtu kemi pasur çdo vit një bonus pensionesh të përvitshëm që kryesisht është dhënë në muajin dhjetor. Nga viti 2026 ne vendosëm që të ndryshojmë politikën tonë. Ne donim që ai bonus i pensioneve mos jepej vetëm në fund të vitit si një element i cili lidhet vetëm me vitin e ri dhe me festat dhe me shpenzimet që juve keni për festat, por vendosëm që bonusin ta japim në bazë mujore. Dhe sipas gjithë kategorive të ndryshme, ne vendosëm objektivin që pensioni mesatar i personave të cilët kanë vite të plota pune, në fund të këtij mandati të shkonte 400 euro, pensioni mesatar i atyre që kanë vite të pjesshme pune, pra nuk i kanë vite të plota të pune, të shkonte 220 euro. Dhe këtë e bëm nëpërmjet politikës së bonusit mujor, e cila në total për vitin 2026 ka një kosto në buxhet prej 10.4 miliard lekësh, ose e thënë me euro se mbase lexohet më kollaj është rreth 100 milion lek. Çdo muaj të gjithë ata që kanë një pension mesatar dhe vite të plota pune më pak se sa 40.000 lek ose 400.000 lek të vjetra, marrin 18.000 lek çdo muaj shtesë në të ardhurat e tyre bashkë me pensionin e tyre. Dhe gjithë ata që kanë një pension mesatar nën 220.000 lek, marrin një shtesë prej 8.000 lekësh ose 800 lekësh të reja. Nga ana tjetër, ne kemi deklaruar që në kryet herës që të gjithë të ardhurat shtesë, të cilat janë të paplanifikuara,
që ne i marrim si pasojë e rritjes ekonomike, e zhvillimit ekonomik, do të përqendrohen dhe do të rishpërndahen tek pensionistët. Gjithashtu ju e keni parë që gjatë këtyre muajve të fundit të këtij viti, që prej muajit të shkurt ka pasur një rritje të çmimeve të karburanteve, keni dëgjuar çka ka ndodhur në linjën e mesme dhe çka ka ndodhur në Shqipëri, si është transferuar në Shqipëri kriza në linjën e mesme dhe në fakt rritja e çmimeve të karburanteve është diskutuar shumë si një kosto shtesë për qytetarët shqiptar, por ne që në krye të erës e deklaruam që të ardhurat shtesë që vinë si pasojë e kësaj rritje të çmimeve do të rishpërndahen. Dhe sot jemi shumë krenar që kemi marrë vendimin në mbledhjen e Këshillit të Ministrave që këto të ardhura bashkë me të tjera të ardhura të cilat vinë nga të ardhura shtesë nga rritja ekonomike do të rishpërndahen tek ju. Dhe nga sot ka filluar shpërndarja e një bonusi tjetër të pensionesh për vitin 2026 në vlerën 5.000 lekë të reja ose 50.000 lekë të vjetra. Janë rreth 33.000 pensionistë që sot bashkë me pensionin e tyre kanë marrë dhe bonusin e verës, bonusin e rishpërndarjes së të ardhurave prej 5.000 lekësh. Në total, qeveria shqiptare për këtë bonus ka vënë në dispozicion 3.9 miliard lekë, që bashkë me 10.4 miliard lekët të vëna në dispozicion në fillim të vitit për bonuset tuaja mujore dhe bashkë me vlerën që vjen si pasojë e indeksimit, i cili gjithashtu filloi të shpërndahet që prej ditës së sotme, pra që prej datës së një korrik, janë 17 miliard lek ose 170 milion euro, të cilat janë shtesë në të ardhurat e pensionistëve, të çdo pensionistë të Republikës së Shqipërisë vetëm për vitin 2027. Tani, kur flitet me shifra të mëdha, mbase nuk kuptohet efekti që kjo politik ka në xhepin e gjithë secilit prej jush. Prandaj, unë kam dashur që ta shpërndaj dhe të them që sot një pensionist, pensioni mesatar, një pensionisti që ka vite të plota pune, është rreth 32.000 lekë. Sigurisht flas për ato që kanë vite të plota pune dhe në fakt vetë ky i krahasuar me pensionin mesatar që ishte në vitin 2013 është një vlerë ndjeshëm më e lartë, pasi në ato kohë pensioni mesatar ishte diku këto 15.000 lekët. Pra është më shumë se sa dyfishi asaj që merrej kur ne morëm mandatin qeverisës. Por për vitin 2026, duke shtuar 18.000 lekët që çdo pensionist me vite të plota pune që merr një pension mesatar merr. Duke shtuar bonusin e marr tani, që i shpërndar për këto 6 muaj, është diku ke 8.500 lekët. Dhe duke i shtuar gjithashtu edhe indeksimin që për një person që merr pension mesatar është diku ke 9.400 lekë, janë në total diku tek 35.000 lekë më shumë që këtë vit pensionistët marrin si të ardhura shtesë për shkak të politikës që neve kemi ndjekur të bonuseve dhe politikës që neve kemi ndjekur të indeksimit. Unë, siç thash, jam shumë e lumtur sot që ndaj me ju këto lajme dhe pa diskutim që jemi të gjithë këtu për të garantuar që kjo politikë që ne kemi vendosur do të vazhdoj, pasi ne jemi të vendosur që brenda këtij mandati të arrijmë targetet që kemi përcaktuar që kur ishim në fushat elektorale dhe i diskutonim, dhe çdo e ardhur shtesë që ne do të gjenerojmë për si pasojë e rritjes ekonomike do të vi si ardhur shtesë në xhepat e çdo pensionisti shqiptar. Shumë faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Unë dua të flas pak më thjesht për faktin që qeveria vendosi që t'japi një tjetër bonus për pensionistët. Ju kujtohet, besoj, që vitin e shkuar u tha që po japin bonusin për fushat. Ne s'kemi fushat këtë vit. Ne s'kemi zgjedhje deri në vitin 2029, kështu që bonusi nuk ka lidhje me asgjë tjetër përveç se me vëmendjen
që ju kemi premtuar që do të kemi vijimësisht, jo vetëm për të zbatuar politikën e re që vendosëm dhe që ju tani më po e prekni për rritjen e përvitshme të pensionave, por edhe duke ju qëndruar pranë kur ekonomia na jep mundësi. Dhe ka një, për shembull, komponent që ne nuk e kishim parashikuar në të ardhurat tona, që ishte rritja e të ardhurave nga rritja e çmimit të naftës. U rrit çmimi i naftës dhe vetiu u rritën dhe të ardhurat nga taksa, gjithë ato që janë aty brenda në çmim për buxhetin e shtetit. Të gjitha ato pjesë që erdhi nga rritja e çmimit për shkak të luftës, do ta merrni ju, do ta marrin pensionistët. Kështu që dhe ata që u ankuan që u rrit çmimi, të ndjehen mirë, sepse në këtë mënyrë kanë kontribuar që një pjesë e këtij bonusi të jetë edhe nga ata, kush përdor makinë ndot, pensionistët nuk ndosin, dhe është gjëja më e natyrshme që një pjesë e këtij bonusi të jetë edhe ajo e ardhur. Pra asnjë euro i është shtuar buxhetit kimet nga të ardhurat prej çmimit naftës nuk është mbajtur në buxhet, po është pjesë e bonusit që do marrin pensionistët që nga sot. E njëjta gjë për kapërcimin e parashikimeve në rritjen e të ardhurave në tërësi, të cilat sot janë pjesë e këtij bonusi, por nuk janë vetëm pensionistët, janë edhe personat me aftësi të kufizuar, të cilët prej kohësh prisnin pikërisht këtë që ne bëm dyfishimin e ndihmës për personat me aftësi të kufizuar. Patjetër që ju ka takuar më parë, por mundësitë nuk na kanë lejuar që ta bëjmë këtë gjë. Janë fëmijët me aftësi të veçanta. Ju kujtohet që u zotuam që do të dyfishojmë mbështetjen për gjithë fëmijët me aftësi të veçanta. U mor vendimi dhe fillon zbatimi për të dyfishuar, dhe nuk është dyfishim tani, është dyfishim që do jetë aty në çdo buxhet. Pra është i parashikuar për çdo buxhet. Një tjetër problem që kemi pasur ka qenë problemi i barrës së kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar, për të cilët qëndrimi pranë një personi me aftësi të kufizuar përkthehej në mungesë mundësish që të paguajë sigurime shoqërore dhe sigurime shëndetësore. Apo jo, drejtor? Është vendosur që të gjitha sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuar do t'i paguaj shteti. Rritja e ekonomisë na ka dhënë mundësi që duke rritur të ardhurat të rrisim garancinë sovrane, ta çojmë në 50 milion euro, garancinë sovrane që qeveria shqiptare do të vendosi në dispozicion të gjithë atyre që kanë një biznes dhe që duan ta dyfishojnë. Flasim për bizneset të vogla dhe të mesme, nuk flasim për bizneset të mëdha. Pra cilido që ka një ndërmarrje dhe ka nevojë të ketë një mbështetje financiare për ta dyfishuar ndërmarrjen e vet, do të përfitojë nga programi i garancisë sovrane dhe nga linja e re e kredisë që ka vendosur në dispozicion Banka e Shqipërisë. Dhe në këtë pikë ne nuk do të ndalemi së rrituri mbështetjen në raport me rritjen e kërkesës, se çdo kush që ka hapur një biznes
të vogël apo të mesëm ka hapur një ndërmarrje të vogël apo të mesme dhe që ka idet dhe ka vullnetin për ta rritur atë, për ta dyfishuar atë dhe i mungon baza financiare, nuk do jetë vetëm do na ketë ne mbështetje dhe do t'i japim garancinë dhe do t'i japim kredin me një interes krejtësisht ndryshëm interesi komercial i kredive në përbanka. Kemi vendosur një tjetër fond për të bërë një transformim, e kemi premtuar dhe këtë. Këto janë gjitha gjërat të premtuara dhe janë zotimet mbajtura, por zotimet nuk mbahen sa hapen mbyll syt, zotimet mbahen duke krijuar mundësit. Kur s'janë mundësit, dhe ne me vetëm këtë punë kemi, zgjerimin e mundësive. Zgjerimi i mundësive bëhet duke zgjeruar bazën financiare në dispozicion të shtetit dhe zgjerimi i kësaj baze bëhet duke zgjeruar volumin e ekonomisë. E kemi nisur këtë punë me një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë Shqipërisë nën 10 miliard euro. Sot jemi mbi 27 miliard. Por duam ta çojmë 35 miliard brenda vitit 2030. Që ta çojmë brenda vitit 2030 35 miliard, duhet të rrisim ekonominë e investime. Duhet kemi investime të brendshme, duhet kemi dhe investime të huaja. Po do vi dhe këtu, se unë e di që ju jeni të interesuar për këto temat e nxehta. Se këto llogaritë e lapsit i bëni më mirë edhe se ministria, edhe se shoqet këtu, edhe se unë po e po, se unë jam një cop piktor, nuk di të bëj llogari. Ajo që po thosha është që jemi zotuar që do të sjellim një përmas të re në transportin publik. Dhe për këtë arsye kemi bërë një projekt i cili është një projekt i Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me bashkitë me koordinimin e Ministrisë së Pushtetit Vendor për të vendosur në dispozicion të bashkive si fillim, duke filluar më pastaj më tutje me bashkitë që janë bashki turistike ku numri i turistëve rritet në ver, një numër autobusësh elektrik që nuk konsumojnë karburant, po punojnë me energji elektrike dhe që do t'jenë një forcë e shtuar në një mjedis ku janë shtuar në mënyrë maramëndse turistët, po ku transporti publik ka mbetur mbrapa. Dhe paralelisht me këtë, kemi vendosur po ashtu një volum tjetër financimi për të vazhduar me mbrojtjen nga përmbytjet, mbrojtjen nga zjarret e kështu me radhë për makineri që do t'i vijë në dispozicion bashkive dhe do të krijojmë një sistem mbrojtje të konsoliduar në nivel kombëtar. Janë edhe një sër ndërhyrjesh të tjera, por këto janë ato që mund të them kanë një impakt të drejtë për drejtë qoftë në ekonomi, qoftë në zhvillimin urban, qoftë në zhvillimin rural dhe patjetër në aspektin social. Ndërkohë që kemi dyfishuar tani, dhe besoj këto ditë do ta bëjmë, kemi dyfishuar financimin për të rinjt, të reja dhe të rinjt që merren me teknologji dhe që krijojnë startupe dhe që pastaj hapin rrugën për të krijuar biznese ku kemi parë fal edhe kësaj mbështetje që kemi bërë në vite një rritje të madhe të aplikimeve. Kemi filluar me 40 ca aplikime, kemi arritur në 1180 ca, 200 nuk ka rëndësi, po kemi kaluar mbi 1000.
Dhe duke qenë se fondi që kishim në dispozicion ishte i pamjaftueshëm për t'i financuar projektet që kanë potencial, kemi vendosur ta dyfishojmë atë fond. Dhe nuk e kemi harruar, edhe nuk kemi si ta harrojmë, që themra e akilit në gjithë këtë progres është shëndetësia, ku tani më transformimi i madh që kemi bërë i infrastrukturës duhet shoqëruar me një rritje të cilësisë së shërbimit, të cilësisë së barnave e kështu me radhë. Por, qysh se ndodhi ajo kriza e shëmtuar e onkologjikut, ne jemi fokusuar aty dhe me akti normativ kemi vendosur 15 milion euro vetëm për barnat onkologjike që do fuqizojnë kapacitetet e sistemit për të vazhduar, për të bërë më të mirën për kurimin e pacientëve. Dhe po ashtu një sër financimesh të tjera për shëndetësinë, në ndërkohë që po përgatitemi për të bërë një hop tjetër, gjithmonë në bazë të mandatit që kemi marrë, besimit që na është dhënë, edhe për gjithë ato zotime që e kanë krijuar besimin. Dhe do duhet të adresojmë në mënyrë shumë agresive për 3 vitet e ardhshme domosdoshmërinë e rritjes së ndjeshme të cilësisë së shërbimit në sistemin tonë shëndetësor, dhe këtë do ta bëjmë me partneritete, kjo nuk bëhet vetëm. Do ta bëjmë me partneritete, sepse këtu po krijohet një konfuzion i madh. Këtu kemi rreth 1 muaj që dëgjojmë çuditëra shumë të mëdha, por unë nuk mendoj që i është lënë Shqipërisë dhe i është lënë shqiptarëve të rishpikin rrotën. Nuk mendoj që Shqipëria dhe shqiptarët kanë etje apo kanë uri për një tjetër eksperiment social dhe ideologjik se i kemi provuar në të shkuarën. Unë mendoj që ne duhet jemi të vendosur që të rrisim kapacitetet tona për të konkuruar me tjerët. Dhe nëse të gjitha vendet, të gjitha shtetet, shtete demokratike, mbretëri, autokraci, diktatura, çfarë të doni ju, të gjitha synojnë rritjen e investimeve të huaja, Shqipëria nuk mundet dot t'i konsiderojë investimet e huaja kërcënim për sovranitetin dhe për integritetin territorial, edhe për advetarin dhe patriotizëm nuk është të refuzosh investimet e huaja. Patriotizëm është të rrisësh kapacitetin ekonomik të vendit dhe të rrisësh volumin e të ardhurave në xhepin e pensionistëve, në xhepin e atyre që i shërbejnë shtetit dhe patjetër edhe në xhepin e bizneseve. Patriotizëm nuk është të mjaftohesh me çfarë është arritur sot, se nëse Shqipëria do mjaftohet me turizmin që ka arritur sot, Shqipëria do të bjeri në një tjetër hedek. Në hendekun që kanë rënë vendet që kanë mbetur peng i turizmit masiv. Turizmi masiv ne na ka dhënë një dorë të jashtëzakonshme për të hapur fjalën në mbar planetin që ky është një vend ku ja vlen të vish, ky është një vend ku ka mikpritje, ky është një vend ku ka bukuri natyrore, për këtë. Por turizmi masiv vjen edhe me probleme. Me probleme që fillojnë nga rritja e stresit të sistemit për të mbledhur plera dhe për të përpunuar mbetje, tek
stresi që krijohet në gjithë infrastrukturën dhe pa diskutim pastaj edhe tek fakti që gjithë energjia që vjen në dispozicion për të përballuar këtë volum të madh nuk përkthehet në një efektivitet të ardhurash. Vinë shumë njerëz dhe konsumojnë pak për atë masë që vjen. Ne na duhet më pak njerëz dhe më shumë para këtu. Por që të vinë më pak njerëz dhe të lënë më shumë para këtu, ne na duhet që të kemi infrastruktura mikpritje të një niveli tjetër. Se ata njerëz që lënë shumë para, duan tjetër nivel. Tani, gjithë farë lloj sharlatanësh, gjithë farë lloj delirantësh, gjithë farë lloj dështakësh që janë sprovuar në skenën publike dhe që kanë akumuluar një mlef shumë të madh, sepse ju duket se dështimi i tyre është për fajin tim edhe për fajin e qeverisë tonë, bëjnë teorira dhe i hedhin popullit gjithë farë lloj aguridesh që këto rezortet e luksit janë vetëm për ata që vinë, edhe shqiptarët janë jashtë sistemit. Kjo është një çmenduri, sepse ato janë fabrika që krijojnë lëvizje në ekonomi. Ato nuk janë sistemet mbyllura, që vinë njerëzit futen dhe ikin dhe si shef njeri. Mund mos i shohin, por ama gjithë ekonomia rreth rrotull vjen në lëvizje, sepse ato fabrika, në thonjza, po faktikisht ashtu janë, kanë nevojë për gjithë sistemin e prodhimit, kanë nevojë për fermerët rreth rrotull, kanë nevojë për gjithë prodhimet vendase, kanë nevojë për gjithë sistemin e transportit rreth rrotull, kanë nevojë për gjithë ata që peshkojnë, për gjithë ata që rrisin dhe trajtojnë gjën e gjallë e kështu me radhë. Dhe është e provuar dhe është në letra që ato lloj investimesh sjellin për çdo euro që lihet brenda hoteleve atje, 1.6-2 euro krijohet jashtë. Por më shumë se sa të gjitha këto flet një fakt i thjeshtë fare. Shqipëria ka 27 miliardë e diçka euro ekonomi në vit total. Tani vjen një investim 4 miliardë në një ekonomi 27 miliardë. Është diçka masive, transformuese. Dhe patjetër që në ndërkohë këto kanë dhe një impakt tjetër. Këto hapin rrugën për të tjerët. Ndërkohë që nëse ti vë shelmin në fyt të parit, ti ke përzën të tjerët dhe çfarë ke bërë, i ke falur konkurrencës atë që mezi është bërë mundur që të vi ty. Këto janë çuditëra shqiptare. Çuditëra shqiptare të atij lloj shqiptari që Faik Konica e ka përcaktuar perfekt. Të fal çdo gjë, po s'të fal suksesin. Suksesin nuk ta fal. Çdo gjë tjetër ta fal. Sot më dërguan disa edicione të revistës National Geographic. Në National Geographic, që është revista që merret me natyrën botërisht, Shqipëria në vitin 2013 ka qenë një tmerr. Fotografitë e kafshëve dhe të shpendëve të vrarë, fotografitë e gjahtarëve në lagun me zogjt e shtrirë. Ku ishin këta? Ku ishin këta? Kam problem këta me ndërtimet edhe me arkitektët edhe me bukuritë që po ndërtohen këtu? Po pse s'kan problem këta me gjitha ato shëmtira që janë
ndërtuar lart e poshtë si mos më keq. Po pse nuk shkojnë këta të ngrenë zërin për banor që nuk marrin dot akoma hipotekën sot se i kanë lënë ndërtuesit pa hipotekë edhe janë zhdukur pa u mbaruar edhe pallatin dikur me vite e vite të tëra etj. Kështu që të gjitha këto janë pjesë e një përballje shumë të qartë midis çfarë Shqipërie duam ne, si e duam ne Shqipërinë në 2030-ën, në 2035-ën, në 2040-ën, si e duam ne zhvillimin, çfarë turizmi duam ne, si e kuptojmë ne vënien në dispozicion të natyrës dhe të bukurive të natyrës për ekonominë e njerëzve. Ne nuk jemi zogjë. Prandaj ne duhet të mbrojmë zogjt dhe të shtojmë zogjt dhe ta gjejmë rrugën që nga bashkëtesa mes nevojave tona dhe nevojave të zogjve të krijohet një ekonomi virtuoze. Dhe kjo është sfida. Kjo është sfida. Dhe për këtë po punojmë. Dhe për këtë po përpiqemi. Çfarë Shqipërie duam ne? Duam një Shqipëri që të bëjë rolin e një figure globale që vendos kush ka drejtë e kush e ka gabim në botë. Jo. Unë jo një. Unë dua një Shqipëri që të ketë sa më shumë miq, që të ketë sa më shumë aleat, se boll ka jetuar gjithë jetën vetëm me kundërshtar. Unë dua një Shqipëri që të jetë një vend në miqësi të ngushtë me Izraelin, me vendet arabe, dhe me Turqinë, dhe me Greqinë, dhe me Europën. Dhe pse na duhen këto miqësi? Na duhen këto miqësi që ne të rritemi, të forcohemi, të përfitojmë nga këto miqësi. Të përfitojmë dijen, të përfitojmë nga marrëdhëniet me Izraelin teknologjinë, të përfitojmë kapacitetet e mbrojtjes. Na duhet të përfitojmë dije, të përfitojmë gjithçka që mund të përfitojmë nga vendet e gjirit. Katari nuk ka marrëdhënie me Izraelin, por ne me Katarin kemi marrëdhënie vllazërore. Kjo është Shqipëria që na duhet ne. Ne na duhet një shtëpi me shumë miq. Kështu që kjo histori është një histori shumë e qartë. Dhe unë e bëj shumë qartë ndarjen mes atyre që dalin të protestojnë sepse kanë shqetësime reale, kanë halle reale, kanë stres edhe zëmërim real për një arsye apo për një tjetër, duke filluar nga ata që i kanë shqetësimet sinqerta fatet e zogjve, është gjë e madhe shumë. Është gjë e madhe shumë, sepse në këtë bulevard janë vrarë njerëz. Me pushkët e shtetit janë vrarë njerëz për të protestuar, pa bërë asgjë. Sot është gjë shumë e madhe që është bërë bulevardi i Tiranës si karnavalet e Rio de Janeiros që i ndjek gjithë bota. Apo jo, shkojnë njerëzit, dalin, propozohen, dashurohen, ndahen, martohen në bulevard. Dhe kjo tregon që ne kemi krijuar kushtet që në këtë vend të lulëzoj edhe në këtë formë liria dhe demokracia, ca dalin atje, ca shohin futboll, ca lozin basketboll, ca pin kafe, po qohu nga kafja, thoshin skuadronet e Mussolinit, përpara se sa të vendosej atje ajo që erdhi mbrapa. Qohu nga kafja ishin ato këmishat e murme të ati tjetrit atje, në Myni. Qohu nga kafja s'ka. Kush do të rinë kafe, do rinë kafe, kush do të shkojnë punë, do shkojnë punë, kush do të protestoj, të protestoj. Dhe tjetra, pa tjetër që ne po përpiqemi, ta lexojmë si duhet mesazhin, se protesta nuk është ajo që thuhet. Protesta është edhe ajo që nuk thuhet.
edhe për mirë dhe për keq. Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërptor të paguar, mercenar, të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është dhe ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rumuja, po ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Diktaturën dhe demokracinë, kjo i dallon. Në diktaturë, protestuesi është gjithmonë një kërcënim për interesat kombëtare dhe një armik që shfaqet dhe që duhet goditur. Sepse në diktaturë prezumohet që diktatori dhe qeveria dhe shteti kanë gjithmonë drejt. Në demokraci prezumohet ndryshe. Qeveria është aty për të marrë vendime, por çdo vendim i qeverisë mund të kontestohet nga qoftë një individi vetëm. Dhe ai ka të drejtën ta bëjë kontestimin pa u cënuar. Dhe nga ana tjetër, pikërisht sepse gjithkush ka drejt kontestoj, monopolin e forcës në demokraci e ka shteti, nuk e ka individi. Dhe kush përdor forcë kundër shtetit, pastaj futet në tjetër territor. Për shkak se demokracia qëndron tek ky pakt. Qeveria ka drejtën dhe detyrën të vendos, por ama çdo qytetar dhe të gjithë qytetarët bashkë kanë të drejtën të kontestojnë një vendim të qeverisë. Pastaj vim tek populli. Askush nga ne nuk është popull. Se e dëgjoj shpesh, unë popull, jam jo, ti nuk je popull. Ti je një individ, pjesë e një populli. Populli është ai që flet kur vin zgjedhjet. Të tjerët flasin kur duan. Por në emër të popullit flet vetë populli kur i vjen radha në zgjedhje. Dhe askush nuk mundet të dali me çfarëdo lloj armate nga mbrapa dhe thot ne jemi populli, sepse kur e kanë bërë në të shkuar ne jemi populli, e dini mirë pasaj se çfarë ka ardhur mbrapa. Ne jemi populli, thoshte Mussolini, ne jemi populli, thoshte ai tjetri atje, ne jemi populli, thoshin këta të tjerët këtu, që e bën ujë gjakun e dëshmorëve. Populli është vetë. Dhe këtu sot ka një lumë që rrjedh, interesash, shqetësimesh, hallesh, problemesh, idesh, dhe ka një kore të zezë mbi protestën. Merrni, shikojni një nga dështakët politik, tek dështakët social politik, tek dështakët e rrugëve tjera tjetës, që kujtojnë se tani u bë detikos, edhe do marrin në dorë fatet e vendit me dhunë ose me presion. Këto nuk ndodh, po, do e zgjedhin kryeministrin me short. Ta zgjedhi, thoshte Spartak Ngjela, sa qeveri ka mbërën kur isha në burg. Problemi është çfarë mendon populli. Dhe si flet populli. Ne jemi sot në këtë fazë. Më thonë, jo, po, mos u merr ti, po kush do merret? Njerëzit duhet të jenë të informuar. Njerëzit duhet të dinë që e drejta e tyre për protest është e paprekshme. Që çdo formë proteste dhe sidomos ato format kreative janë të mirë se ardhura. Sepse janë forma që ty që je në krye të bëjnë të mendosh, të sfidojnë. Dhe në një vend ku opozita e ka braktisur përfundimisht detyrën, është e mirë se ardhur një formë e tillë që e vë qeverinë në mendime dhe
që e vënë në një presion që vjen nga poshtë. Por në protest janë edhe ata cilët njerëzit duhet ta dinë se kush janë. Duhet ta dinë kur dikush është i financuar nga aktor që janë armiq ose jo dashamirës, se ka disa lloj aktorësh. Duhet ta dinë kur dikush që del në protest dhe premton Shqipërinë e lirë dhe të re, e ka karrierën e vet karakterizuar nga veprat penale. Duhet ta dinë kur dikush bën si i pavarur dhe si flamingo dhe ndërkohë ka dalë nga hundët e bufit kënetës, duhet i dinë gjitha njerëzit. Ndërkohë që pastaj problematikës protestës ne do t'i drejtohemi në mënyrë të strukturuar, jo me llafe, dhe duhet të bëjmë një reflektim serioz. Kjo nuk diskutohet, sepse kemi bërë shumë gjëra, por koha sot ka pritshmëri më të larta. Dalin në protest njerëz që kanë të ardhura shumë të larta. Për shembull, punonjës bankash. Punonjësit e bankave janë paguhen më shumë se ministrat. Dalin protest. Po ne nuk mund të themi jore pse dilni ju se jeni mirë. Ne duhet kuptojmë çfarë nuk shkon për ta dhe si mund ta adresojmë. Duhet të shpjegojmë më shumë, duhet të komunikojmë më shumë etj, por janë gjëra të cilat ne patjetër do t'i bëjmë gjitha këto. Se ne jemi Partia Socialiste, ajo që ne na ka mbajtur gjithmonë në këmbë dhe gjithmonë në formë është që nuk kemi pritur ne të na ndryshojnë të tjerët me forcë. Në kuptimin të shtojmë, pastaj të ndryshojmë, po kemi bërë përpjekje për të ndryshuar vazhdimisht, për t'u hapur. Është e kollajshme. Unë kam eksperienca ime më ka treguar diçka. Në Shqipëri thonë të gjithë, merë një të rinj, fusni të rinj. Sa po i merë trit, ç'është kjo? Po ç'është kjo? Po ky, ç'është ky? Po ku e gjetet të? Po ç'është kjo? Po ky, po atë katunaren ku e morët? Ja, s'keni faj se morët. Shqipëria është kjo. Dhe hapja ka të gjitha rrisqet. Njerëzit, çdo njeri ka vlerat e veta. Dikush arrin t'i tregoj, dikush nuk arrin t'i tregoj, dikush ka do kohë më shumë, dikush e bën më shpejt, por është shumë e lehtë ta dominosh mejdanin kur nuk nxjerr kokën të thuash po mirë dakord urdhë, ma thuaj ti si do e bësh Shqipërinë. Se kur pastaj fillon thua do hedh short e do bëj kuvendin në sheshin Skënderbej, atëherë këtu hym në fushën e neurologjisë, nuk kemi më në fushën e politikës. Këtu kemi të bëjmë me fenomene të karakterit neurologjik, jo logjik, që nuk janë çështje jona e politikës. Këto desha unë t'i ndaj me ju, se unë e di që ju aty e keni mendjen. Dhe keni parasysh dhe i gjë tjetër, sepse ju thanë vjet që dhe këta thonë që qeveria e Edi Rama, Partia Socialiste kapet mbas pensionistëve se ata i ka kështu kollaj. Në fakt, të vetmit që i bien lapsit në Shqipëri janë pensionistët. Këta që i bien Instagramit me gisht, nuk e di deri në çfarë pike arrin të logjikojnë, por vjet ju thanë bonusi i pranverës është për zgjedhjet. Pastaj ju thanë do ju avurisin, por nuk do ju japim bonusin e fundvitit. Tani unë po ju them që bonusi që keni marrë dhe do merrni në ditën e vijim është vetëm rezultati i 6 muajve pozitivitet i ekonomisë.
Nuk ka lidhje fare me të tjerat dhe bonusin e fundvitit e keni aty te Banka e Shqipërisë. E keni aty dhe aty keni fondin tuaj, gjithë që do vi vitin e ardhshëm do vi edhe aty, gjithë që do vi vitin tjetër do vi edhe aty dhe ju kam thënë, janarin e ardhshëm do dyfishohet shtesa e janarit këtij viti, janarin e 2028-s do trefishohet, janarin e 2029-s do 4 fishohet shtesa, dhe në janarin e 2030-s do 5 fishohet. Dhe pastaj, në 2031-shin do hidh një short pasaj. Deri atere jemi, e thoshte Lore Boriçi i madh, shiu ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Ne jemi sot në një pozicion ku realisht duhet jemi krenar edhe për mënyrën se si protestohet, edhe për faktin që gjithkush në Shqipëri ka drejtën të mendojë, të flasë çfarë doj. Kjo protesta i tregon të gjithë atyre hienave, çakejve, sorrave dhe korbave, sa kshu janë, që rrinë dhe rrokanisin kokën e Miletit çdo natë, që këtu është demokraci, këtu nuk ka autokraci, këtu nuk ka rrahje protestuesish paqësor. Kur ti shkon atje, një grup për të ushtruar presion fizik mbi deputetët, aty pasaj jemi në të tjera territore. Po ata që bëjnë këtë nuk kanë lidhje me flamingot. Flamingot janë paqësor. Dallimi midis flamingove dhe sorrave e korbave është flamingot janë paqësor, ndërkohë që sorrat dhe korbat janë të dhunshëm. Kështu që ne me flamingot do t'i trajtojmë me shumë respekt dhe me shumë vëmendje shqetësimet dhe do bëjmë më të mirën e mundshme. Me sorrat dhe korbat ne nuk kemi çfarë bëjmë fare. Në fund ata përsëri do jenë të humbur dhe siç u mlodhën kokra dhe bën këtë tufën e zhurmshme, do shpërndahen kokra dhe do vazhdojnë të bëjnë atë kran e zakonshëm. Shqyqy që të kam përballë dhe shumë afër. Të kam adhuruar vetëm për atë që t'i vrave një frikë që shqiptarët e kanë jetuar me vite, që në kohën e Xhaxhit, në kohën e Salës, dhe të them të drejtën unë i kam jetuar këto vite, këto breza. Kam qenë fëmijë, e rritur, dhe sot jam gjyshe. Unë të falenderoj shumë se ke bërë një vepër shumë të madhe për këtë. Ndërsa, po e nis që nga pensionet. Në kohën e Salës, i nxori të gjithë intelektualët. Mona e përmend. Aman, keqen, jo. Dua të bëj një parantezë. Mona e përmend. Jo, dua sepse. Jo, bëj, po mona e përmend. Na thuaj në kohën e kaluar e marrin vesh për këtë. Mona e përmend. Se vetëm ja. Jo, më dëgjoj, nuk do ta zgjat shumë. Ai nxori gjithë intelektualët me pensione shumë vogla. Mjek, mësues e të gjithë. Unë kam dalë me pension të vogël në vitin 14, por në bazë të rrogës që kishim 490, ashia ke bërë 800.000 rrogën mjekve. Do me thonë, ja ke dyfishuar rrogën mjekve. Këtë dua të thëmë. 800.000. Jo, mjekët e familjes, mjekët ambulant, jo spitalin. Kështu që është një punë e madhe, arsimi. Arsimtarët me një gjysmën e pagës, jo a ke rritur 50%. Dëgjoj Xhan, mjeku i përgjithshëm sot në Shqipëri është 1.2. Sot paga mesatare në Shqipëri totalja është 928 euro. Paga mesatare në sistemin publik është mbi 1.000 euro. Tani, a është mjaftueshëm, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Por pardje isha në Vlorë, se unë lëviz shumë, se unë s'kam vetëm një bulevard vajtje ardhje,
isha në Vlorë, kamarierët 1.000 euro të deklaruar ajo dhe 50 euro mesatarisht çdo ditë bakshish kamarierët. Dhe unë sfidoj këdo të dalit ma provoj të më gjej mua një vend në Bregdet. Në Bregdet në Qeparo. Ku paguhet në hotel një person për atë punë që bën më pak se sa në Greqi, edhe të ma tregoj. Sanitarja merrte 1.200 euro në Qeparo, sepse isha një vit, më çoj djali. Tashi, me që është e fushës mjekësisë, unë në fushën e mjekësisë kam punuar, djali im mbaroi shkollën në 2010 edhe e mbaroi në Stamboll. Doli me mesatare shumë të mirë edhe kërkoi punë. Më kërkuan 6.000 euro. Unë nuk mund t'i jepja këto 6.000 euro, sepse unë isha një krye familjare që porisja 2 fëmijë dhe bëja 2 punë. Dhe doli problemi i Gjermanisë, mam tha, atë vjen keq që unë të ikësh i thash të shikosh jetën tënde. Pra, fajtor për emigrimin e fëmijëve nuk jeni juve, Edi Rama. Është që në 2010-ën emigrimi i rinis. Unë dëgjoj të them diçka. Se edhe kjo është një temë që meriton të diskutohet. Unë nuk mendoj që këtu ka fajtor një herë të parë. Unë mendoj që duhet ta ndajmë këtë gjë. O bëm gjën e duhur që dolëm nga bunkeri, ose bëm gabim se ishim mirë gjithë bashkë në bunker. Në momentin që ne dolëm nga bunkeri, si vendi më i prapambetur i Europës, me diferencë shumë të madhe nga vendet ish komuniste, ne hymë në një sfidë tjetër dhe natyrisht që vendi do kohën e vetë që të arrijë që të bëj që njerëzit ta kenë pastaj ikje një çështje të thjeshtë, zgjedhje se larg qoftë që njerëzit të rinë të gjithë në një vend, se kjo është botë gjithmonë më e vogël dhe njerëzit lëvizin gjithmonë më shumë, por që ta ketë zgjedhje jo të detyruar. Sot është e kuptueshme që për shumë të rinj që mund të jenë në zona periferike, apo për shumë të rinj që i gënjen ideja që po të shkosh atje e gjen shtruar etj, është gjëja më normale që të tentojnë. Dhe ne nuk kemi fare pse të bëjmë shkencë. Kjo i ka ndodhur të gjithë vendeve që kanë dalë nga komunizmi, dhe po të shikosh vendet që sot e kanë kapërzyer përfundimisht të shkuarën dhe janë tani vende që kanë pozicion shumë dinjitos në Bashkimin Evropian, Polonia, Republika Çeke, Slovakia, Hungaria, në ato vende është koha e kthimeve. Sot është koha e kthimeve. Sepse tani ata janë në gjendje që t'ju ofrojnë njerëzve të njëjta standarde. Natyrisht që këtu nuk është çështje pagë vetëm. Unë e kuptoj shumë mirë, këtu nuk është çështje pagë, këtu është çështja e arsimit, këtu është çështja e shëndetësisë, këtu është çështja e shërbimeve të tjera, etj. Dhe për të gjitha këto ne kemi akoma hendek për të mbyllur. Por s'është faj i njërit apo i tjetrit, është një periudhë historike që siç e kanë kaluar gjithë do e kalojmë dhe ne. Ashtu është. Jo, unë desha të thoja këtë që ai vërtet iku dhe juve e rregulluat shëndetësinë që të rinj të punojnë mjek këtu, dhe kjo është një kthesë e madhe për shtetin socialist. Por djali gjithmonë më pyet, si shkojnë punët, ka mall për Shqipërinë. Thot, unë do vi një ditë, mamë, thot. Të vish i them unë. Të vish t'i shërbesh njerëzve të tu, t'i shërbesh Shqipërisë. Edhe më shikon kështu, të them të drejtën, ka mall për fëmijët e mi se i kam larg, por mua në 97 më kalon pasoja. Unë umba njeriu më të shtrenjtë në 97 dhe nuk dua të përsëritet. Dhe kur i shikoj ata të rinj që të riqen qorrazi, dua t'ju flas me zemrën e një nëne. Kujdes, se mund të bini dhe viktima të njerëzve
që kanë pikësynyme shumë qia për Shqipërinë. Prandaj, thritini mendjes edhe shikoni kush është mbrapa këtyre organizatorëve që nuk ua njohin as fytyrën, që duan të përmbysin sistemin. E ti shmëndodhi, e ti po ta them edhe këtë dhe do ta mbyll. Isha lezjata, po tash nuk i prishet qefi jeti. Të vjen qefi. Po i prishet qefi shoqeve i kanë tavolinë, mua jo. Të uroj shëndet e gjithë të mirat. Të falenderoj, dua të shtoj një gjë këtu. Tani, ne jemi në fund të rrugës që na e kanë sjell fati, se janë bashkuar shumë rrethana, ku mund të realizojmë atë që ishte pa imagjinueshme për tu realizuar konkretisht dhe për të bërë realitet i Shqipërisë i shqiptarëve antarësimin Bashkimin Evropian. Tani ne çdo ditë duhet bëjmë detyra dhe t'i raportojmë atje. Dhe këtu nuk është çështja të përmbyset, se këtu e para njerë nuk ka asgjë për të përmbysur, dhe e dyta, kush mendon se mund ta përmbysi, gabon. Këtu çështja është të përmirësohet në vijimësi. Ne i kemi vendosur shumë gjëra në vijë dhe ka shumë gjëra që të vëna në vijë që duhet shtyrë më tutje. Por është absolutisht një pyetje që duhet bërë, që kush ka interes që ta ndaloj këtë proces. Se ky proces, çdo lloj lëvizje që mund të imagjinojmë e ndalon. Çdo lloj lëkundje këtë proces e ndalon. Mirë, po e ndaloj, mund të marrë shumë kohë të rivjen lëvizje. Kush ka interes ta ndaloj këtë proces? Këtë proces ka interes ta ndalojnë në mënyrë të vetëdijshme forca që nuk duan që Ballkani të ndahet përfundimisht nga e shkuara dhe të ankorohet përfundimisht Bashkimin Evropian. Por këtë proces duan ta ndalojnë dhe shumë delirant dhe shumë sharlatan, nga këta që bëjnë dhe sikur kanë lidhje speciale me BE-n, që nuk duan të dinë fare për kostot e këtij procesi. Pra, pleshta që duan ta nxisin popullin që për interesat e tyre të djegë organin komplet. Nuk do ndodhi, se s'ka çfarë ndodhi, por ajo që unë përsëris është të ndahet mirë, dhe ne jemi të parë që duhet bëjmë të gjë, të ndahet mirë pjesa e pastër, ka të drejtë, s'ka të drejtë, kjo është temë tjetër. Por që ka të drejtë absolute gjithkush që të jetë i paknaqur dhe që të protestojë, kjo nuk diskuton. Pastaj, në garën e paknaqësisë ndaj gjërave që nuk shkojnë, unë jam i gatshëm të futem edhe mund të fitoj. Sepse ndryshe nga ata që e shohin nga larg, unë e shoh nga brenda dhe unë e di shumë mirë që sa gjëra nuk shkojnë. Dhe i shoh. Por ndryshe nga ata duhet t'i rregulloj dhe jo thjesht t'i konstatoj edhe të bërtas. Nuk është ky, janë të ndara rolet. Ndërsa për ata që pastaj janë ajo korja e zezë që ka mbledhur bashk, ata që janë për ekrane, ata që janë për portale, ata që janë për lloj situatash tjera, është një lloj e keqe që Shqipërinë e ka ndjekur historikisht. Ndryshojnë emrat, ndryshojnë fytyrat, ndryshojnë kohët, po ajo e keqe është aty gjithmonë si mallkim që e ndjek nga mbrapa dhe që e ka penguar Shqipërinë në momentin e caktuar të marrë vendimet e duhura ose që e ka detyruar të shkojë mbrapsh. Ajo nuk ka për të ndodhur. Kjo është pak po e sigurt. Por ajo që duhet ndodhi është që energjinë pozitive që ka
në një mas të konsiderueshme kjo protesta, ne ta kanalizojmë në të mirë të vendit dhe në funksion të atyre gjërave që njerëzit me shumë drejt nuk ka asnjë diskutim këtu. Unë dëgjoj shumë një përmirë si ka mundësi ju i keni njerëzit aty edhe ata dalin protestojnë. Kjo është për ne krenari, nuk është turp. Është krenari. Kjo është liria. Si që është krenari për ne, edhe pjesa e luftës kundër korrupsionit. Këta kujtojnë se në vënë pozitë vështirë kur thonë shiko se spagu atë punë ka, për atë punë e kemi vendosur, e kemi vendosur që do ta bëjmë, e kemi mbështetur, e mbështesim e tjerë atë punë ka spagu. Kjo tregon që ajo që ne kemi bërë ka qenë e vërtet, nuk ka qenë me gjasme. Sepse i kishim atëhere të kufizuara forcat, se nuk kishim votat që kemi sot, dhe e shtym këtë punë përpara dhe i tërhoqëm gjithë mbrapa nesh. Sot i kemi të gjitha votat që na duhen nëse nuk do ishim të lumtur fare dhe nëse nuk do donim që kjo gjë të ndodhte, për ta kthyer me kokë poshtë, por nuk është absolutisht kjo diçka që ne na shkon në përmend, sepse ne jemi këtu jo thjesht për të qeverisur. Jemi këtu për të lënë mbrapa një shtet europian në Bashkimin Evropian. Nuk jemi këtu thjesht për të qeverisur e për të shtyrë kohën në qeveri, po jemi për të vendosur gur që nuk lëvizin më. Edhe një burr do flasim duket. Do ta marrësh fjalën se të pash për që po fërkon duart, po. Jo, mos u ço, ulur. Ulur, jepi pak mikrofonin, se e pash që po më shifje me... Faleminderit shumë. Është bërë një propagandë madhe nga ana e mediave, duke vjell vrer. Dua t'ju informoj, megjithëse ju dini shumë mirë, gjithë këto kanalet të radio televizionit shqiptar e të tjera, pse nuk punojnë kaq shumë për të kundërvënë drejt këtyre thashe themeve, këtyre poshtërsive që ata i nxjerrin gjatë gjithë ditës e gjithë natës? Pse qëndrojnë kaq në heshtje, por me probleme kulturore, sportive që duhen? Për shembull, vetëm kjo biseda që ju bët këtu me gjithë ministrin është shumë domethënëse. Kur them domethënëse do të thotë që ne që jemi këtu i kuptuam gjërat shumë mirë, shumë drejt, dhe televizioni, radio do të flasin për ditë, për gjithë këto arritje. Një vendim, një ditë është bërë mbledhje e qeverisë dhe kanë nxjerrë gjithë këto vendime kaq domethënëse. Në interes të publikut, të popullit, Partia Socialiste dhe qeveria e saj e mban fjalën. Ju faleminderit. Tani, edhe kjo e radio televizionit shqiptar prap është diçka që tregon që këtu ka shumë liri. Radio televizionit shqiptar unë personalisht nuk e shoh, që t'jemi të qartë, dhe nuk shoh asnjë nga këta. Nuk është sekret, nuk i shoh fare. Sepse nuk kam kohë të shoh televizor dhe kur bjen vetë mundësia të shoh televizor, e kam për filma ose për sport, jo për këta. Sportin e këtyre unë e kam parë, ja kam pirë dhe lëngun, edhe të vazhdojnë. Por, një gjë e di unë, për shembull, që një nga zërat më të qerë për cilat fole, qiret sepse ka probleme mëdha me ligjin edhe me shtetin. Probleme mëdha me ligjin dhe me shtetin, që duhet i zgjidhë drejtësia,
drejtësia nuk vepron, akoma, bëhet fjalë për miliona e miliona euro të marra nga ju, nga gjithë taksapaguesit dhe për shumë gjëra të tjera. Kështu që janë me halle, dakord? Por ne nuk jemi ata që këta thonë se jemi. Ne nuk ushtrojmë forcë, nuk ushtrojmë presione të natyrave të pa justifikueshme për një pushtet ekzekutiv demokratik. Dhe kemi kalitur durimi, unë personalisht, nga një nga njerëzit më të paduruar që ka qenë në gjeneratën kur krijoja probleme, jam bërë një nga njerëz më të durueshëm sepse duhet durosh. Duhet bërë puna, duhet parë objektivi, duhet parë ajo maja që duhet shkojmë, nuk duhet shfokusuar shumë. Dhe duhet ndihmuar njerëzit që të ndajnë në këtë situatë, të ndajnë veten me gjithë të drejtën e tyre që kanë për të qenë të pakënaqur, për të qenë zemëruar, për të qenë në protestë, jo fizikisht atje, dhe bëjnë mirë që nuk po shkojnë më atje, se atje ka vetëm halle. Ka vetëm halle që mund krijohen, i keni parë vetë, lloj fytyrash problematike me të shkuar shumë të errët, por që janë shpirtërisht pjesë e kësaj gjëje. Duhet ndarë këta me ata që kanë, dhe është e çuditshme si janë bashkuar të gjitha llojet e çuditërave atje. Që nga ata lunatikët neo-marksist, tek ata që janë neofashist. Se nuk ka brirë neofashizmi. Të thua që ka ardhur koha e plumbit, nuk ka brirë neofashizmi. Tani, këtu, kështu që nga ekstremin e ekstrem, janë mbledhur tërë bashkë atje. Dhe lloj marifetqish, lloj, do me thënë, mbetjesh të ballit kombëtar, të lloj strukturave, plus njerëz të futur atje për llogaritë të tjera, një konglomerat çuditërash që i bashkon vetëm një gjë: dështimi. Njerëz të dështuar. Dështak të zëmëruar që duan me patjetër të krijojnë një gjë që të ngushëllojnë veten e tyre. Nuk kam për t'ja dalë në asnjë formë, por nuk është kjo sfida jonë. Këtë dua që ta kuptoni dhe ta kuptojmë. Nuk është sfida jonë të mundim ata. Ata janë aty sepse opozita zyrtare ka braktisur detyrën. Domethënë, e kuptoni ju tani, ti jesh në opozit dhe të fshihesh, që të mos dukesh dhe ti thuash njerëzve dilni ju atje. Domethënë, ti jesh një opozit, fytyra e cilës është e papranueshme edhe mes atyre fytyrave që dalin atje, për të marrë peng gjithë protestuesit e tjerë që janë njerëz qytetarë e tjerë. Dhe ky boshllok bën që pastaj të dalin këta. Fundi i fundit të dalin aty sipër. Megjithatë, nuk janë këta problemi. Problemi jonë janë shumica që do përgjigje. Shumica që do adresim të atyre gjërave që nuk shkojnë. Jo të gjitha gjërat mund zgjidhen. Po problemi këtu është që është shumë e vështirë ta përcjellësh të vërtetën. Është shumë e vështirë sepse të mbyt gënjeshtra, të mbyt shpifja, të mbyt gjëja që përsëritet nga të katër anët. Dhe kjo është një sfidë në vete, po kjo është sfida që ne
nuk i shmangemi dot dhe duhet gjejmë mënyrën se si ta përballojmë. Ju falenderoj shumë dhe është e vërtet ne mbajmë fjalën. Por është po kaq e vërtet që jo të gjitha fjalët mbahen në kohën që ti do t'i mbash, sepse ca gjëra bëhen më shpejt, ca gjëra bëhen më vonë. Vetëm ama një gjë është e sigurt, çdo fjalë që ne e kemi dhënë nuk e harrojmë derisa e mbajmë. Kjo është e sigurt.